Çfarë këshille mund t'japësh ti për shkakun në lidhje me këto produktet, edhe produktet të cilat janë vendase që i rezistojnë, për shembull insekticideve apo pesticideve? Përveç se të konsumojnë produkte vendore dhe lokale, duhet që dhe frutat pasi t'i kemë blerë, mos t'i fusin në frigorifer, por t'i lënë në shporta. Është mënyra më e mirë për ta ruajtur një frut. Sa interesante kjo. Pra, të mos e fusim në frigorifer produktin. Është diçka interesante se domatja, deri në ditën që fillon kalbja, ajo punon, do të thonë punon si frut. Mund të rrisë në peshë dhe të gjitha është taman organizëm që funksionon dhe pas futjes në dega. Ja, po ta them këtë, përpara një jave më tha dikush, më tha pse po e fut domaten në frigorifer. Ishte hera e parë, domethënë që kishte dëgjuar me idenë që ne gjithmonë perimet i fusim në frigorifer, tek ato vasketat. Sa, po, ka domate kastrorezi nuk është se e fus. Domaten. Tani ju e dini dhe ne kemi thënë që kur shkëputin nga jeta, kur shkëput molla, domata, korthet, lopa, gjitha, vazhdon frymarrja biologjike. Pavarësisht se ajo është shkëputur nga pema. Ajo frymarrja biologjike do të thotë oksigjeni i ajrit, vepron mbi karbohidratet, mbi proteinat, mbi aminoacidet, duke i zbërthyer. Vini një moment caktuar që bën të asimilueshme për organizmin. Por themi mishi dorin 4 gradë për 3 ditë, në 4 gradë, do të thënë ka arritur atë pikë që nuk do ta lësh më tepër. Atëherë që ta lësh më tepër, do ta futesh në minus 18 gradë, minus 27 që kemi thënë së bashku.